Në një takim që mblodhi të apasionuar të librit, miq adhurues të autorit u promovuan në teatrin Migjenin të Shkodrës libri Jam Mysliman, me autor Ben Blushin. Romani është një rrëfim ironik dhe filozofik mbi përplasjen midis fesë dhe shtetit laik në Shqipërinë moderne. Ngjarja zhvillohet në rrugën e Kavajës, ku një shkrimtar përballet me islamizimin e ngadaltë të shoqërisë dhe të jetës së tij private, përfshirë edhe gruan e tij të dytë, e cila shndërrohet në besimtare. Pas një udhtimi në Mekë, i vetmuar dhe i kërcënuar nga islamikët, ai bëhet mysliman, duke e kthyer romanin një metafor për njeriu që kërkon shpëtim në fe, pasi ka humbur besimin tek shoqëria. Tregon historinë e një shkrimtari që ishte ateist, edhe për shkak të disa rrethanave familjare dhe të lagjes që jetonte në mes Tiranës, u konvertua, pra u bë mysliman. Po kjo nuk është historia ime, unë jam ateist, po nuk se kam plan për momentin të bëhem as mysliman as krishterës. Kështu që nuk jam unë aty, është një libër i fiction, pra një fantazi, një libër që merr përsipër të tregoj raportin e njeriut me fen, i cili është raport sa i vjetër dhe i ri, në kuptimin që shqiptarët kanë pas raport ndërlikuar me fen. Dikur e kanë kthyer, pastaj e kanë ndryshuar, pastaj e kanë mohuar, me forcë sigurisht, në vitet e komunizmit. Tani e kanë rimarrë, si thosh, edhe po lidhen gjithmonë më shumë me fen. Edhe me që feja dhe raporti i njeriut me fen është një temë më madhe, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë njerëzimin. Besoj që ky libër ka arsye të thotë diçka njerëzve, pra është një arsye për të lexuar. Ka kaluar një proces pak të vështirë, 2-3 shtëpi botuese ma refuzuan, kishin pak frikë, pra nuk është se kishin probleme artistike ose të stilit, kishin pak frikë për shkak se tema është delikate sipas tyre. E vetmja gjë që un kam edhe këtë libër kam shprehur në fakt është kur marrëdhënia mes fesë dhe shtetit ka përcjell në dëm të shtetit. Ne jemi shoqëri laike dhe duhet të rrojmë vlerat tona laike dhe kjo na ka mbajtur si shoqëri. Ne jemi një rast unik në Evropë. Edhe shteti laik, si thosh, është pasuria më e madhe që kemi të 100 vjet. Kështu që duhet ta mbrojmë nga të gjitha, si thosh, radikalizmat fetar, qofshin të çdo lloj feje. Romani i drejtohet të gjithë lexuesve, pavarësisht bindjeve apo besimit të tyre. Unë marr non stop fyrje dhe edhe sulme në rrjetet e mia sociale, por nuk më shqetësojnë. Në fund ky libër është një lloj testi, një lloj sensori për tolerancën e shoqërisë. Ky është një libër që tregon se deri diku mund të shkojë radikalizmi fetar. Ky është thelbi i librit, pra kërcënimi i shtetit laik. Jam Mysliman është botimi i 12 i Ben Blushit, pas sukseseve me bestsellerat Të jetosh në ishull, Otello, Arapi i Vlorës, Kandidati dhe Komploti.